Skuadra e futbollit Burreli ka kaluar në turin e dytë të eliminatorëve për garën për Kupën e Shqipërisë, ndeshja e luajtur këtë të mërkurë në stadiumin Liri Ballabani përfundoi me fitoren e matjanëve. Djemtë drejtuar nga tekniku Samuel Nika shënuan plot 3 herë në portën e ekipit Shiroka, ndërsa këta të fundit shënuan vetëm golin e nderit. Ashtu siç ishte parashikuar në këtë përballje, stafi teknik kishte menduar që të aktivizonte lojtarët që janë angazhuar më pak në ndeshjet zyrtare të luajtura në kampionat. Është Mura i cili i gjeni pari rrjetën e portës mike në minutën e 14, më pas në të 30 është Hoti që ekzekuton sak nga pika e bardhë e penaltisë. Pjesa e parë u mbyll Burreli 2 Shiroka 0. Ndërkohë në pjesën e dytë miqtë ngushtojnë rezultatin në minutën e 52 me Ogunbire, por në minutën e 83 është Rapi që trefishon golat për matjanët. I gjithë takimi u mbyll Burreli 3 Shiroka 1. Pas 2 javësh do të luhen ndeshjet e turit të dytë eliminator të Kupës së Shqipërisë. Pas rezultatit të sotëm, skuadra matjane do të vijojë stërvitjen, pasi në fundjavë do t'i duhet të përballet me Apolloninë e Fierit në transfert.